Bia krijon mësimin e ditës, një fjalë shqipe çdo ditë për banorët në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku dramat dhe lojrat shpesh dominojnë ditën. Bia vendosi të sjellë një element edukativ dhe argëtues në rutinën e përditshme të banorëve. Ai I kërkoi të gjithë banorëve që çdo ditë t'i mësonin nga një fjalë shqipe, me qëllim që të përmirësojnë njohuritë e tyre për gjuhën shqipe dhe të argëtohen njëkohësisht. Bia ju drejtua banorëve me seriozitet dhe entuziazëm. Çdo ditë do të më mësoni një fjalë shqipe. Dua ta mësoj mirë shqipen. Mund të jetë një fjalë që ju pëlqen, një shprehje ose diçka e pazakon. Do ta themi të gjithë bashkë dhe do ta praktikojmë. Banorët fillimisht u habitën, por pastaj ideja ju duke qeshur dhe kreative. Disa filluan të zgjedhin fjalë të zakonshme, të tjera më të pazakonta dhe të vështira. Çdo fjalë u shndërrua në një moment argëtimi dhe bashkëpunimi. Disa banorë shqiptonin gabim dhe qeshnin, të tjerë shpjegonin kuptimin, ndërsa Bia përpiqej ta përsoste shqiptimin e tij. Ky moment tregoi një tjetër dimension të Big Brother Kosova. Shtëpia nuk është vetëm lojë strategjie dhe intrigë, por edhe vend për të mësuar, për të përmirësuar aftësitë personale dhe për të krijuar momente të veçanta ndërmjet banorëve. Ideja e Bias nxiti bashkëpunim, qeshje dhe një dozë të shëndetshme sfide për të mësuar diçka të re çdo ditë. Publiku reagoi menjëherë ndaj këtij episodit. Shumë e panë si një moment edukativ dhe argëtues që e nxjerr Big Brother Kosova nga monotonia e zakonshme. Të tjerët vlerësuan iniciativën e Bias për të sjellë një mënyrë të re interaktive dhe të gjallë në jetën e përditshme të banorëve. Në fund, ky mësim I ditës nuk ishte thjesht një lojë, por një mënyrë për të nxitur bashkëpunim, kreativitet dhe qeshje, duke e bërë shtëpinë më të afërt dhe më dinamike. Bia tregoi se mund të jetë një udhëheqës I vogël dhe argëtues, duke përdorur gjuhën shqipe si një mjet për të krijuar lidhje dhe argëtim brenda shtëpisë.